Po janë drejtori. Atëherë, po vazhdojmë pas pauzës me seancën. Do të thotë pikën e tretë e përfunduam, tash jemi te pika 4 që është propozuar nga zotëri Jakubi, propozim për themelimin e komisionit për të verifikuar punën e komisionit për ndarjen e subvencioneve për organizatat jo qeveritare, në këtë rast edhe klubet. E hap diskutimin, nëse ka dikush rreth kësaj çështje me diskutu. Po zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues. Te formimi I këtij komisioni nga kuvendi kishim propozuar të jetë gjithëpërfshirës, qelësi të jetë prej 5 anëtarëve, të jenë të përfshina të gjithë subjektet politike. Unë personalisht kisha shkuar edhe me propozime. Partia Demokratike me pas një përfaqësues, Lëvizja Vetëvendosja 1, Koalicioni LDK AKR 1, Lëvizja për Bashkim 1 dhe për nehet një këshilltar I pavarur ai të përfshihet në këtë komision. Do të thotë për 5 anëtarëve nga Partia Demokratike e propozojmë kryetarin e Dekës, zoti Rahman Jakubi. Faleminderit, zotëri Ramusa. Është zotëri Mujota këto të kur flasim për entitetet apo subjektet politike, nuk di sa, po me gjithatë është pjesë e kuvendit, se është pak problem të kjo pjesa njerëz kur deklarohen zyrtarisht pavarur. Nuk I kam asnjë problem, më kanë në komision, po veç anën ligjore. Po, patjetër, zotëri Gashi. Faleminderit kryesues. Pikërisht te kjo pikë të ditës na paraprakisht edhe me kandidatin e pavarur Mujota nuk konsultuam dhe pajtuam me këtë çështje dhe me këtë formulën të cilët do të formohet ky komision. Përgjithësinë e plotë edhe mungesë të reshatit edhe timin si LB jemi e pranojmë si anëtar të komisionit nëse na kemi besimin te kuvendorët. Faleminderit. Faleminderit zotëri Gashi. Po zotëri Ramusa edhe një herë. Faleminderit kryesues për këj e mbora fjalën për herën e dytë, por atëherë mi propozua edhe 2 emra të tjerë. Pe propozoj Reshat Gashin edhe Reshat Mujotën, Recep Gashin edhe Reshat Mujotën edhe Rahman Jakubi propozoi I pari. Atëherë kisha kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Koalicioni LDK AKR ti propozojnë ka emër edhe ta formojmë komisionin. Faleminderit. Zotëri Emini nga LDK. Përshëndetje kryesues, me qenë se na si grup parlamentar dhe ashtu votum kundër që kjo pikë e rëndë ditës shtyhet, po megjithatë unë atëherë nuk dhash një arsye tem se pse jemi kundër. Deshta me elaboru pak këto. Ky kuvend është e vërtet që monitoron punën e ekzekutivit, po nuk mundet nga roli I legjislacionit ose nga roli I një organi legjislativ të kaloj në një institucion apo organ hetues. Kështu që unë nuk kam absolut asnjë dyshim që diçka ka shku keq aty. Megjithatë kjo pikë e rëndë ditës ka kalu. Ne ti shikojnë, ne ti këshyrin edhe në të vimin I raport këtij kuvendi. Kështu që na nuk kemi emër për këtë komision. Faleminderit. Faleminderit zotëri Emini. Dikush tjetër? A ka dikush nga Lëvizja Vetëvendosje? A keni propozim? Po, zotëri Beqa, atëherë merrni fjalën dhe deklaroni. Faleminderit kryesues.
Unë e kisha adresu këtë çështje te zyrtari ligjor, më na shpjegu që është ligjshme kjo, më kriju komision për monitorim të tyre të ndarjes subvencione. Për ndryshe, ne nuk kemi emër derisa nuk e dim që është ligjore kjo mënyra jo. Faleminderit. Okej. Faleminderit zotri Beqa. Ka kërku fjalën zotri Jakupi. Faleminderit kryesues. Neni 12, neni 14, pika e ligjit për vetë qeverisje lokale e lejon këtë. Udhëzimi administrativ numër 05/2020, neni 13 e lejon këtë. Na nuk jena të bo komision hetus, se kemi ndodhi na unë jam hetus, se konsideroj vetin ashtu. Është një ankesë ose një kërkesë e disa OQ-ve që ata kanë bë ankesën fillimisht komunë. Në te pjesa e komisionit për ankesa që është pjesë e ekzekutivit. Tash e kanë bërë një ankesë në legislativ, na shka kemi bërë aty kemi kërku disa informacione dhe mi po, edhe prapë mi sjellë çtu në kuvend. Kështu që asë në ndryshojna vendimin e komisionit që ka marrë, asë më në ndryshu vendimin e kryetarit që ai e ka marrë. Kështu që shka po friksoni, nuk është diçka shumë e legjshme anëtarët e kuvendit me kërku informacione. Ma shkurt ose e fundit, anëtarët e kuvendit kanë drejt me kërku informacione, edhe ky komision është plotësisht i legjshëm, sepse këtu në komunë s'ka njerëz që realisht asnjë zyrtar ligjor s'është këtu, edhe pse e kena zyrtarin kryesor ligjor, është një zyrtar i lartë ligjor që është marrë në punë, është një kompani e cila o kontraktuar prej kryetarit për punë të çështjeve ligjore, 3, ka jurista në komunë plot, mirë po për kuvend, kur kena seancën që në herë mujt, nuk ka. Kështu që ju vendosin si doni, nuk ka kur gjo këtu as më friksu, as me se s'kem shka me bo, s'monësh, mandati jo në është, veç me morë informacione edhe me po, nëse që ato ankesa që i kanë bojë qëtë, kanë ose s'kanë drejt, në nivelin e diskutimit mëjna me bo, edhe një shkres mira për të kuvendit, shtu që mos keni frikë, se nuk si ju dëmton kur gjonve që është ma e mirë për transparencën, është e rritë edhe nivelin edhe të vendimarrjes edhe të prezencës së qytetarëve dhe kjo është ma transparente, kaq. Faleminderit zotri Jakupi. Unë përshoj që këtu përveç subjektit politik apo opozitës këtë rast, nuk ka vullnet për këtë pikë, po jap mendimin tem personal, mos ma merrni për të keq. Në senit pajtimit, e lëm me shtym për mbledhjen e ardhshme që ta bëjmë një komision dhe të konsultohemi pak më shumë dhe më gjerë. Unë e di që po, zotëria Musa do ta jap fjalën patjetër. Unë e di që një komision e thash edhe një herë ka kry punën e vet, po nëse si jem të kënaqur ne si kovendarë dhe gjithë qytetarët kanë drejt, edhe klubet sportive me bankesën dhe më kthy përgjigja. Janë edhe instanca tjera gjyqësore, kështu që unë kisha po mendoj që ta shtym për seancën e ardhshme, ta fusim rend ditës dhe ta kemi edhe një zyrtar ligjor ose ta marrim një opinion të shkruar prej tyre se çka është puna e këtij komisioni. Zotri Emini për herën e dytë, pastaj zotri Ramusa në emër të grupit. Kështu, unë realisht jam dakord me nenet në cilat thirret paraforcje, që kuvendi ka drejt me formu komisione, po s'ka drejt me formu një komision që për menimin tem don me hetu një rast saktum. Kështu e marrone, sa i përket informacioneve, dokumentacionit në cilët gjindet në zyrë në këtë rast, na mundi me marrë edhe vetë, edhe unë me shku edhe vetë, s'ka nevojë as me më delegu kuvendi, as kërkosh, unë shkoj vetë, sepse kam drejtën ligjore me shku edhe kam drejtën tem që s'mundet ma mohu kërkosh me kap se cilin dokument që unë dyshaj që ka diçka, po me formu komision, kuvendi me shku me u marrë dhe me të pru raport, kuvend me nëj që s'është e drejt. Kështu e mendoj unë, nuk do të thotë që e kom analizu edhe kom drejt, po mendoj që nuk kem drejt me kriju një komision që kom e hetu një rast saktum, sa aty s'ka tjetër sa. Po, zotri Ramusa, në emër të grupit. Kryesues, jam të full në emër të grupit edhe besoj që këtë temë konsumohet. Sinqerisht, nuk po moj me kuptu kolegët e opozitës.
janë anku 9 klube sportive Pozitës. të pozitës. Janë anku 9 klube sportive që ata pretendojnë që ju ka bëhet pa drejt. Këta tash dolin edhe thujnë, ne nuk mirëm me ta. Kjo është e pa drejt bre, nuk është me e dinitetshme kjo, na nuk po pra gjykojmë. Na po, se dhe reulit i kini ngatru. Për gjithë shka që ka voton kuvendi, qatë bugjet vetë be keni votu qëtu? Vetë e keni votu për subvencione. Edhe tash thoni, nuk kemë drejt me mbikëqyr a janë shku në mënyrë të lehtëshme edhe në bazë të normave ligjore apo jo. Kështu që, mos e bane ju bashkëpunus, ju kësha lutë që kuvendi është i të gjithëve, është për të gjithë organizatat. E shka ju pengon juve, më formu një komision, i përbashkët i kuvendit, nuk ke partia demokratike që ke egoiste këtu. Prej 9 këshilltarëve komunal, vesh një a kërkoj me kon komision, vetëm një. Shka ju kërkon për juve, më formu këtë komision, edhe vesh me monitoru që atë punën e komisionit para prak, a ka punu në bazë normativave ligjore, apo s'ka punu. Sinqerisht, pun befason, mos bashkëpunivi juj. Kryesus, memën të opozitës, i ki 3 emra për komision. Të kësha lutë, hodhin votim të tretë. Faleminderit. Faleminderit. Unë zotëria Musa. Veç sa për një sqarim. Unë e kam diskutu me disa prej njerëzve që janë kanë pak knaqur që përpacojnë klubet. Edhe lumi mund më në ndihmu këtu, se ka qenë drejtar. E di që një rregullore që është për ndarjen e subvencioneve, kish shumë probleme e rregullore. Unë kam kërku nga ta, që bashkërisht, bashkë me ekzekutivin edhe kuvendin ta bëjmë një komision për hartimin e rregullores 3, se kish shumë mangësi. Dhe e drejtë e tyre është me u anku. E kuptoj plotësisht që janë të pakënaqur se shuma të cilën jo është nda, është e vogël, po aq ka qenë buxheti, nuk mund na mendona diçka, ndoshta dikush mendon për shkaqe politike apo ta dijon, po është e drejtë e tij me mendu ashtu. Unë sinqerisht po kërkoj në mirë kuptim ta shtym për seancën tjetër, të miremi vesh mos na sjellin ministrit vendimet kundërlehtëshme se na që ishim trajnimin bashkërisht zotëria Musa, po ndikon te performanca e kuvendit, humbim pik. Kur kthehen nga ministria ligjet në rishqyrtim ti humb pik si kuvend sepse ke votu kundërlehtëshëm. Unë nuk po them mos me bë, veç po them me marr edhe një opinion edhe për ministrisë, ndoshta edhe për zyrtarëve ligjor, edhe me bë komisionin. Në seancën e ardhshme, hiç më larg, seanca e ardhshme është me 6 korrekt. Nuk është larg, i ka 10 ditë. Nëse jeni të pajtimit të shtym, nëse jo, unë këta 3 emra po i hudhin votim. Lëvizja vetëvendosja dhe LDG-s kanë propozu, nëse kthehet komisioni në rishqyrtim ky vendim, atëherë përgjegjësia mbetet prapë neve kuvendarëve, jo as e opozitës, as pozitës, po e juna bashkërisht. Zotëri Beqa edhe një herë dhe po e përfundojmë këtë diskutim. Faleminderit kryesus. Nuk jemi kundër krijimit të këtij komisioni, thjesht veç dojmë të siguru që është ligjore krijimi i këtij komisioni. Asnjë diskutim tjetër nuk kemi rreth kësaj çështje. Këtë gjithçka është në rregull me këtë komision, veç se të sigurohemi a është në mënyrë ligjore në rregull edhe kaq. Prandaj edhe përkrohet mendimin e kryesusit që me shtyp për mbledhjen e ardhshme, edhe nuk është mbledhja e ardhshme shumë larg, kështu që sigurohemi edhe në mënyrë ligjore është në rregull edhe gjithçka. Okej, faleminderit. Po zotëri Tërshani? Nëse kërkon një kohë me këshyra është e lehtëshme apo pa lehtëshme, kushton 5 minuta kohë. Zotëria janë fjalë për menë ligjin për veçoritë lokale. Në anën tjetër numri 3 është numër tek, domethënë është ka një gjë përfshirë domethënë prej 3 partive, domethënë 2 partive politike dhe një të paborë, në me vazhdo tutje. Domethënë Ramoni përmeni që është e lehtëshme, ligji e përkrah. Edhe nuk ka nevojë me apelë mu përfshin këtë rast, se ne jemi të këshyrë domethënë veç ecurin, si më të bëhet tim. Veç ecurin. Faleminderit. Pajtona zotëri Tërshani që nejni që e tha zotëri
Jakupi, unë jam rregull me atë pjesë, se kam asnjë dyshim, po problemi është që komision bi komision që të e kam dilemen. Shtu që jam i sinqert nuk e di. Po në rregull, po nuk e di se që marrë me atë pjesë. Unë di kam dyshimet e minja tjetra sa i përket asaj në ministria që tha për shtetit lokal. Ministria për shtetit lokal është organ bikëqërës. Po dhe në rregull është, edhe pse është interne, ajo është organ bikëqërës që, po në rregull, po pajtona. Zotëri Mujota? Faleminderit kryesues, kërkoj folje porzit që s'kesh prezant gjatë propozimeve. Sa i përket komisionit, unë nuk jam jurist dhe nuk e di a e lishme apo lishme, po vendimet e kuvendit që mirën kuvend, na jem organ legjislative dhe ekzekutivi i ka mi zbatu këto vendime, që edhe qëtë buxhet që e voton që ky kuvend e monitoron qëtë buxhet. Vinë raportet, vinë edhe nëse në qëtë raporte e këshyrum a kanë shku qëtë projekte shambull. Edhe të kjo pjesa e komisionit, verifikim të punës, nuk e besoj që ka me dole jashtë leshme, as kjo. Nuk e besoj, absolut se kjo në vendimi kuvendit, unë këtë komision e parasha si me lyp një dokument, si me lyp qosin dokumenta zyrtare. E njëjta puno. Që e tha dhe kadria, këto tash sot unë muj mi lyp qosit dokumenta zyrtare edhe mi morë që ato, po desa mos më morë se cili kuvendar, lët mirët komisioni. Edhe në të parashien ankesa e qytynin a im obligus se cilit klub mi ju përgjegjë. Ju e dini kërkesën e klubit futbollit, kur e bartëm bortjën e buxhetit, na ju përgjegjëm edhe kërkesës. Edhe kur u të rjekën për kërkesës, na prapë i lam të drejtëria e kulturës. Edhe kjo është që kur kryetari e formon një komision, na nuk im të formu komision me do subvencione, me është e kuptushme, po si janë do komisionet. Edhe se cilit anëtor të kuvendit du të më interesu qësh janë do që të subvencione, so ka qenë shumë ma. Edhe që të subvencione edhe kritere ko, është e kuptushme, se cili klub. Po, edhe me këtu komisione që po do, që mirë formuën nga eksekutive, kjo paro publike, menagjuhet për kuvendit që kjo paro publike, na jem përgjegjës për se cilën vot që e qujmë, për se cilin projekt që fullum, na jem përgjegjës që to. Edhe duhet me pos parasysh që duhet me menagju edhe këtë qështjet paros publike. Jo ato, përpora kanë qenë komisionet, me him të kalunën mund do që dikun të ka 2012-2013, edhe komisionet i ka formu kuvendi, jo ekzekutive. Na jem qëtu që votojmë një buxhet, edhe në komision, me të vërtet, është këtë bile, kurso kundër ligjore me formu ekzekutivi komision, ma heq nuk del kundër ligjore me formu legislativi komisionin. Nuk mund me dol kjo. Unë jurist nuk jam, që i kim 2 jurista këtu, në vend që mu konë sot përfarsus i ligjor këtu, që zdi së mledhe si një të pru përfarsus ligjor, këtu duhet mu konë gjdo mledhe, se kur përna vynë më nëjtë cituën një paragraf, a i duhet mu ma citu. Kur ti unë më shpletu që tash rreth ligjit, unë atëherë mu mi merë 2 orë këtu punë, të i ta gjoj qatë nërë, po ajo për qitë punë, me ardë, jeni për me përmu komisionin, unë bile për thamë, pse me shty? Pse me shty? Nëse jonë gjithë shka në regull që këj komision ka me orë me raportu në qitë kuvend, prap me qatë të gjetëra, o të mira, o të këqia, ka mi raportu qëti kuvendi që qëtu janë problemat. Edhe nëse unë gjithë gjë në regull, beso që unë e njëna shumë akrenor kur del punë në regull, se nuk po thamë të formujmë një komision me pos dyshime. Po mi u përgjigjë kërkesës kuvendit, kur ti drejtohet kuvendit nën klube sportive, duhet mi u përgjegjë, nuk on vetë një klub, po nën klube sportive i ki që dyshojnë. Baba ki vetë që këj komision i thetë, bëll i ki që ato. Nuk duhet me morë veç qështi negative, po mund me morë edhe pozitive, që zotni, së e ke, jo qëtë,
Qëshim në të dhonë subvencioni, që kjo e kundërleqme, pa asë një raport jina të dhonë, në kuvend asë një raport nëse kim, shka janë të bon, edhe pse pi subvencionuj. Edhe kjo duhet me pos parasysh, edhe të që kje pjesë duhet me pos parasysh, që mu sjellë raportet, mu konë të regullta, klube sportive, si cila, me raport, organizatat, gjithdo sen duhet me pos raport. Na s'kem raportu, na jopëm subvencione për raporte. Duhet me ditë edhe se nuk jem të i thonë poret gjepit tërnë, për poret qytetarëve, toksa, të atim paguzve qëto. Kështu që kësha thonë, nëse janë pajtimet, e formujmë komisionit, unë e deklaruva dhe që në fillim, nuk e besoj që ka mu kone jashtë leqme kjo, edhe në me apelu me shku zdele jashtë leqme se ku vendin zjerë vendime dhe nuk konë vendim kjo që ka me ronë desh me ligjin. Faleminderit. Se që kërka një raportin për komisionit. Aha. Njerët me formu komision, tani me kërku raportin. Po s'ki as raport, as kur gjatë i këti komisioni, që shdo me formu komision, kur s'ki raport. Nuk e di shaka punuaj komision. Unë pu që ditë në me juve. Në regullë, hidajet. Duhet me pas një raport për komisionit që ka punë në fullë. Edhe ato kërkesat klubeve janë zyrtare, as janë zyrtare, janë vishë të rrugve. Me ditë kërkesat. Në regullë bre jena. Po si jem bash në regullë bre? Se raporti është në... Ata kanë drejt me mendu që janë në regullë. Ashtë nësë mëjnë janë nalë me limin se cilit një. E se dhe po non stop e kërkojnë zyrtare ligjore në pjo thamë. Raportin duhet me kërku për komisionit. Zotëri Seferi. Faleminderit kryesues, do të mundohena shumë shkurt të flas lidhur me këtë temë, meqense se i pata dy reagime të menjëhershme nga dy klubet në komunën e Shtimës pas diskutimit tim në lidhje me këtë kërkesë, të cilën paraprakisht e kanë kërkuar ata dhe mandej edhe nga vetë Partia Demokratike. Parimisht unë qysh në fillim kesh pro që të formohet ky komision. Arsyeja është kjo sepse me të vërtetë kur flasim për 9 klube, pajtona plotësisht me të gjithë këta anëtarë tjerë të këtij kuvendi kur është fjala për 9 klube të cilat kanë shpreh gatishmërinë që të formohet një komision nga ky kuvend me pretendimin asaj që këto subvencione nuk janë dorë në mënyrën e mirë dhe duhen, mendoj që duhet pak me qitë edhe vetën në pikpyetje, çka ka ndodhur, çka është ndodhur ose çka ka mujt me ndodh. Mirë po, unë edhe në fillim e thash, derisa nuk kem kur çfarë informate, derisa nuk kem kur çfarë raporti, s'kemi kërkuar kur çfarë informate nga komisioni përgjithës sa i përket këtyre subvencioneve. Unë jam të fol, nëse kish pas mundësi nderuar më dëgju për shkak se është interes besoj të gjithëve, manej tani mos më kapni për fjalë, sepse po them që e rëndësishme është me pasqen këtu vetë anëtarët e komisionit, edhe paraprakisht më na i dhoni informat, çka ka ndodhur, ku mendojnë pikërisht organizatat të cilat aktualisht e kanë bërë një kërkesë të tillë që të bëhet informimi këtij komisioni të tillë, me po edhe me analizu situatën se si ka qenë dhe çka ka qenë. Paraprakisht as drejtorinë e kulturës nuk i kemi këtu, që ka të bëjë pikërisht me këtë dikaster. Prandaj ju që po duam me kanë në aspektin asoj që nuk janë për formimin e komisionit, jeni të bindur përgjithësen, edhe një vërejtje jashtëzakonisht të madhe tash po drejtorina e ekzekutivit është për zyrtarin ligjor. Unë ju rastisht po e them tash, po e kam thonë në 12 e kaluame, është torp, është keq, është marrë, mos me pas zyrtarin ligjor në këtë seancë të kuvendit. Nuk e di a kem a paguhet ai për këtë punë, nuk paguhet. Nëse nuk kem zyrtarin ligjor do të më shpall në konkurs. Ose nëse ekziston, pse s'do të më qenë pjesë e seancave të kuvendit. Që dhe na me qit vetën lajthitje mes me ditën farë vendime me marr. A është i lehtëshëm ai kundërlehtëshëm? Realisht, edhe unë jam një farë juristi, edhe një ligjet konkretisht, nuk ka të bëjë kjo ana lejohet as na lejohet, se fundja fundës na jem ata që e propozojmë dhe jem ata që vetë shkarkojmë, se mund me qenë propozim ad hoc, aty për aty, mirë shqyrtohet edhe nuk ka ne farë përgjegjësie tjetër. Megjithatë, mendoj që është e mira edhe nga Partia Demokratike të mirë kuptohet këtë herë, që këtë komision ta lojmë dhe ta shtyjmë në takimin e ardhshëm. Për shkak se edhe neve na jepni mundësinë për me diskutu, një të kohë dhe për me po, edhe me kërku paraprakisht në atë seancën e ardhshme që do ta kemi hiç më larg se mas 2 javë, është mundësia që me kërku një raport apo informat të përgjithshme sa i përket normës së këtyre subvencioneve për organizatat të cilat veprojnë në komunën e Shtimës. Dhe pastaj, pas asoj që ne mund ta nxjerrim nga ato raporte informata, atëherë kemi mundësinë për me informu pse jo dhe ne të jemi dolmi sa më konstruktiv dhe dolmi sa më si themi ma të përgatitur ka aspekti i marrjes vendimeve, qoftë pozitë dhe opozit, e rëndësishme që kjo është. Faleminderit shumë.
Faleminderit. Pajtona plotësisht me zotëri Seferin kur thotë që s'kem as raport, është mirë me pas raport. Ju kisha kërku mirë besim që të gjithëve, edhe unë jam interesuar me pas komision nëse dikun ka pas shkelje apo keq përdorime, po problemi është që ta shtym për seancën e ardhshme të kërkojmë nga drejtoria e kulturës bashkëpunim me komisionin që ta sjellë raportin dhe pastaj ta formojmë edhe komisionin. Nuk është larg, seanca do të mbahet me 6-in për përsëris. Edhe ata munden për 10 ditë më naj sjellni raport, edhe ne mundemi me kërku dokumenta ose qasjen dokumenta zyrtare që kemi të lejume, e pastaj mund nëse gjatë seancës të ardhshme me pas në rend ditës edhe formimin e këtij komisioni. Po sido që tjetë, unë po hudhin votim, kemi vetëm 3 propozime. Po, kryetari Aliu, kërku fjallën. Faleminderit, kryesues. Po të kërkoj, ju kërkoj juve, po edhe gjithë asamblezëve. Ju lutem për diçka që nuk jeni të sigurt, edhe nuk e kemi të qartë aspektin ligjor. Mos votoni kot, sepse kjo e dëmton edhe imazhin e asamblesë, edhe imazhin e komunës shtimes, edhe performancën edhe në hakmirët, edhe ngrandin e performancës. Nuk ka nevojë me kaq nguti, na nuk jena kundër asnjë komisioni. Ama këtu na nuk jena për mu bëjt gjykat as prokurori. Këtu solucionet që tashti ku ti teket këtu, krijo komision, bë komision, nuk bisha fort. Domthon këtu më shumë është ideja hajt të bëjmë diçka dhe të merremi me arrogancën e votës. Ju lutem, mos votoni gjëra që asnjë nuk jeni të sigurt që për rregullat dhe rregulloren e formimit të atij komisioni. Kërkush s'ka nevojë më ngut. Nxitimit çon me një konkluzion të gabum. Një konkluzion i gabum është një kthem mrapa nga me apelëja i në vendimit gabum. Na horë bënëm në atë me apelë. Nuk mujna na tani këtu me bu fonton dëshirë. Këtu është asamble, është institucion serioz. Nuk është kështu treg i fruta perimeve. Ju lutem bëhuni serioz. Edhe merrni gjërat ashtu siç janë seriozisht. Jo pse ju ka pik dikujt me bëni komision. Komisioni le të bëhet sipas rregullave dhe rregullore. Ç'është kjo nxitim, ç'është kjo nguti. Domthon, ai komision i ka dokumentat si sot, si mas 2 javë, si mas 2 muajve. Jeni të interesuar, okay, le të krijohet komisioni. Si jemi kundër komisionit. Po mos merrni iniciativa që janë shkeljet ligjit, që masane kthehet mrapsht, që poentohet negativisht komuna e Shtimes, që na hakmirët në grandin e performancës, që na hakmirët në para donacion që fitohet për qytetarët e komunës Shtimes, sepse masane këtu dikush do të më dhon llogari. Ne i kemi kap 2 kriteret më të rëndësishme të përfitimit grandit performancës si komunë. Realizimin e investimeve kapitale mbi 75%, edhe opinionin e auditimit, opinioni jo i kualifikuar. Tashti, nëse vazhdojmë me qësi insistime, edhe me prodhimin e vendimeve në asamble që e dëmtojnë, edhe kjo bëhet shkak që komunës Shtimes mu penalizu me 800 përgatësisht me 1 milion euro, atë a jep një dikush llogari për këtë punë? A do të më dhon dikush llogari? A veç hajde i kena çtu 11 vota edhe t'ja pëlsosum çashtu që dojna. Mone se kjo nuk është hiç në rregull, nuk është kjo. Kryesues, ty edhe secilit asamblejes që është në krye të detyrës në këtë asamble, që është këtu për me përfaqësuar interesin e qytetarëve e të mirës përgjithshme, mos u merrni me inote meskine edhe me prodhu gjëra jo serioze.
Sepse kjo ka kosto, nuk është veç dëshirë, kjo ka kosto. Çdo kthim mrapsht në APL i vendimeve të cilat nuk janë harmoni me ligjin na kushton. Ju lutem, s'është serioze fare dhe s'është hiç në interes të qytetarëve të komunës time. Zotëri Ramusa, të lutem, hera të tretë për të njëjtën pikë, jepja le ta merr dikush nga grupi juaj pa problem, mos ta shkelim rregulloren se 3 herë folen. Po folen herë në mend grupit. Po s'ta ka përmend emrin për parim. Unë ju luta të gjithë. Kërësus për marrë në asemblejen. Zotëri Ramusa, Faleminderit. lutna. Një herë ke drejt, një herë në mend grupit. Mirë besim, për një sqarim shtesë ta dhash fjalën edhe një herë. Unë nuk po them mos folni, le të fol dikush që se ka marrë fjalën. Ja, tash nuk është se në mirë besim 50 herë s'muna, vëden, mos më keq kupto. Kërësus, veç një sqarim të shkurtë e kam. Mas pori, kryetori komunës vjen këtu, man ders, edhe thët mos formoni komision më hetu. Nuk jem të i hetu në këto. E ka formu një komision për ndarje të subvencioneve që 9 klube sportive janë anku. Janë anku, s'kemi post na ide me formu këtë komision. 9 klube sportive janë anku që menojnë që ju ka bojë pa drejt. Shka po tut një më verifiku që? E tani shka pjep një zërë? Po leve se se di ligjën te? Legjë do se di ligjën te? O, nuk nga, a je përgjithësi të nëse janë kesh përdor ato mjete? Nga. Po le, bërti mos më kallëzë mu so milionere janë për komunë shtimës, po le kuvendin, mos dërhyn kuvend, dhe ta formo komisionin, dhe ta verifiko punën që ti komisioni, a i ka do që të mjete norma ligjora po ju, kaq. Shka po tutni? Po atër mos se tot, mos i ndërhy kryesusit, pra. Kryesus propozimit e kemi dho, lut në që në votim. Po bre, unë do ta ullë në votim, pas një problem. Po, vetëm dishka, që 20 herë jena të e pru KPF-n këto, shko këthev kundërleqëm, edhe sot, mos t'i bojmë senet e njejta si kuvend, nuk jem të folë politikisht, jem të folë si kryesus si kuvendit. Po nëse s'ki zotëri Jakupi kohë, mund me dalë me ecë, so jo është problemi juti, këtu është kuvendi. Po jo, po pëthu s'kom kohë me najnë kuvend që të në votim, që më është të më gutë. Po s'm do të be përvoja jute, që a di që ta bëj përvojën tonë në srikë të veqë. Përvoja jam ka me qunë shpet hyje, mua, tjetrin, po. Ja, ngëm veç pak. Për kësi lider si të vogël, se kim drejt se ato kuvendit me qitë në votim që ka të kërku. 200 vjetë unë rri, 200 vjetë rrim për shtë. S'mon me morë të fjolën zëtëni, ngrete dorën. Ani, mësë jep zarë, se si kam tutë, mësë jep zarë. Kësi lider opozitor, si ti, që kishka të lider opozitor, të izdim s'ki shkam të regon mu heq, t'i këshën e vejten, një komision që të guzu se e keni kishë përdor bugjeti, njëni t'u tut, njëni t'u fiksu, njëni t'u detyruar për dhe ju njës me votu se keni fri prej verifikime, të s'ko hetim, ko verifikim, lista është e publiku në organizatëve qeveritare edhe Reto se kemeti vogël politik. Shef dokumentat, ti kryesus jetim shef dokumentat. Cilin dokument? Dokumentin për pomën në Pjetërshti se kem shef që tre mujtë nuk e ke pru të është të kundërleqëm, më të është të pru me shfuqizu. E dhe na i zyrtori aty që është oferteje që dokumentat që vinë për ministris do të më shfuqizu. Ju i një njës të pa diton, pik, qite në votim, kam drejt me kërku me qitë votim si antari kuvendit, neni 12.14 e ligjit për veçevisë lokale, arke moj ke ligjerata aty që asë një pik përvojt punën në ko, edhe gjitha tjerë, qite quët, komision për verifikimin e procesit të ndarje subvencioneve për OJQ në fushën e kulturës rinis, 14 përvoj e kam.
Qytet në votim ato shka përkujtë si 14 vjet për vojë. Kryet PDK-s blok kërshpinë në subjektin, çaqe madhi. Kena me çuar shpe ty edhe gjëra tjetra mbasi ju jeni kes përdorus të ligjit. Ti strategji politike me bashkë me ato jeni të çu njerëz pa lehtëshëm te shtëpia ty për zonë i vogël Roman Jakupi e ju keni shkel krejt ligjit deri më tani. Ju keni me bord pasoja. Ju keni me bord pasoja. Dikush ka me përfundu keq këtu. Vetë pa kohë dohet se keni shkel me 2 kom secilin ligj, secilin fush. Mos u mundo më tregu mua se këto skandale kanë më dalë juve ma van krejt ran. Po. Ana më sa pra. E kësi kërcnime shkoni tjetër kon, s'qitën tonë. S'qitën këto sane tonë. Jo. Do një më rritë në politikë, s'keni jo tarë me në politikë. Të ndëruar qytetarë të komunës e Shtimes, tu kem njerëz që të vinë të mikrofonit, kërcnojnë. Akoma si me qitë votim propozimin si antari kuvendit kërkoj. Ta çkyqë mikrofonin, ta thej mikrofonin. Neni 12, viz 14, pika e ligjit për kole. Neni 13, në votim, si ato teje, ose për nëryshe kime post t'il si do. Qite në votim. Jo bre, se kom njetë më tut vallaj, në zët, është natë e bajrami, të në stut në asni, heq për këtë punë. Heq, stut në anë, onë më pas tut, si shë orë këto. Një mësu, jo njerët me tut, po jo, mu jo, harruat punë. S'mon më tut te. Jo, që më ka mojtë dërës. Jo bre, unë s'thash që jetu tut, nuk thash. është e olt. Mas po këti doktor prej te e kësha prit këtë cilje. Sinqerisht po ta tham. Mas po këti e kësha prit. Po s'mon mërë kuvendori me dhejs mikrofonin me më kalzun mua këtu leq. Po moj më se më kuvendori e besi kur gjo më shumë. Unë kryje këtë vendit të zëtni. Nuk mund është ti me orë më kap mikrofonin atë formë. Qytën votim. A di që i shkele reguloren. Apo do të ashtënë me thonë zëtri Ramusa për shkak të rastit pahishëm që bonë e lëshë sollën. Qëtë regulorja e kuvendit. Si kam rri ignoranca njerëzve. Që ditë në me kësi njerëz. Me çdo kosh do të më najnë kryt për shtetit për ndryshe zbon. Sa herë të falë shtive që jashtë në vetës. Kush shko po ta që më po në ty vitja? Shka i ti? Kresus me Shka sa po do buzën me vitja? mikrofon. Që të marrë votim se ki obligim ligjore ki, po ti se den, edhe ju nuk e deni. Nuk qitet në votim, Qitet obligim votim ligjor se nuk cili antari është kuvendit çka do që kërkon, se se cili antari kuvendit çka do që kërkon do të më qitë votim, se ti nuk den, për që ata e te e thonë këto. Po ti qatë që bu den keq që ato shapi propozon ti po kthehen të kundërleqme. Gom, kena për Kjo tregon çfarë kryesuesi e kanë. Po jo be ti keni kthy ti, ju kush e ka propozu? Ti e ke propozu. Ti. Për pjetështicë unë? PDK. Unë për pjetështicë. PDK e ka propozu. Për çka? Për pjetështicë. KBF-n 50 herë tu ka kthy e kundërleqme. Gove çka? Ti komitetin për komunitetet që një vjet e gjysë kit kundërleqëm, kam të ardhi kundërleqëm, po të paralajmëroj, kena me fol prap këto. Se që ty të kum, okay. Nostradamusi me paralajmërime. Kena me diskutu për këto prapë qëto. 2 vjet e gjysë. Po qëtë në votim këto thani për tjera diskutojnë anë tjera. Ju kalzaj.
Keni me po. Zonja Beqa më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq. Doni me kuptu edhe gjendjen tem emocionale në këtë rast. Se unë nuk jam robot, po jam njeri. Po s'jebet e hetus, shkon prokuri ban ata dhe tepi. Unë e di më mirë se ju se shka jam. O sens dhe Unë jam antar i kuvendit komunës. Ti Unë jam e ke antar i ditë kuvendit shumë komunës. I di drejtat e mia se kum lexu ligjin për qeverisë lokale disa herë. Sa herë keni lexuar ju? Asnjëherë se dini. Por që ta nuk e dini as drejtat e juja, por ata si dini as përgjegjësitë. Po vjen keq, që tash po shihet që të s'den, bash dy lidhje nuk i keni. Dy lidhje si keni me unë kom qef që si njerëz dishëm me pas në pozici ti që e rrisin lëvizjen çdo ditë. Kërkoj 5 minuta pauzë. Po doktor, patjetër. Patjetër doktor. 5 minuta pauzë.
Atëherë fillojnë me kërkesën e disa kolegëve që kërkon të jetë zyrtari ligjor këtu. Tani kemi zyrtarin e lartë ligjor të komunës dhe ta jep konstatimin rreth përbërjes apo themelimit të këtij komisioni. Zotëri Muharremi, fjala për juve. Kryesuesin nuk jam në ngjarje shumë, vetëm tregoni pak më qartë çfarë komisioni edhe çka po kërkohet deciditivisht për meje. Këtu si një shpjegim edhe kam dëshirë dhe atëherë të zgjidhet kjo fal ngërçi që është kriju këtu. Zotëri Muharremi. Përveç randit ditës është kërkuar që të futet në rand dite edhe një komision për theme më falni se pak jam dal prej randit. Ani, s'pish punë kjo, në rregull është. Formohet është një propozim që të formohet një komision për me verifiku punën e komisionit që i kanë dhënë subvencionet në organizatat qeveritare, në këtë rast në sport. Dhe tash jemi te pika 4 që është diskutuar rreth kësaj çështje dhe këtu te ne e sidomos në shtime ka shumë ekspert, edhe janë ekonomista, edhe ligjvënca dhe gjithçka. Kështu që na kërkojmë në interpretim ligjor nga ana juaj për këtë pikë të randit ditës. Pak a shumë, e thash në vija trasha për çka po bëhet fjalë, nëse më ke kuptu. Kryesues, faleminderit, unë ju kuptova shumë mirë po për të dhënë një shpjegim më të duhur, më të përpik ligjor, duhet ku. Më së miri është që kjo pikë të shtyhet për mbledhjen e ardhshme, të futen në renditës dhe të më shkruhet me shkrim pyetja e qartë, çka te kërkohet, në mënyrë që ta shikoj ligjin e veçërisë lokale. Vetëm e kemi këtu, ti shikojmë edhe përvoja tjera në kovende tjera, a kemi rregullore tjera prej kovendit, prej ministrisë, edhe a kemi shpjegime ligjore në këtë rast. Pse po e kërkoj këtë? Për arsye se e din të gjithë kovendare këtu që janë, që ju jeni një trup legjislativ, kurse ne jemi një trup ekzekutiv që e kemi përfaqësues tunin kryetarin. Përfaqësues juve ju kanë përfaqësuesi legjislativit jeni ju. Janë dy pushtete të cilat nuk guxojnë të ndërhyjnë në pushtetin e njëra tjetrës. Formimi i një komisionit i cili shpërndan ose shprehen subvencione prej ekzekutivit, kurse kontrollat i bëhet me një komision tjetër nga legjislativi, duket kjo që krijon një ndërhyrje. Për këtë arsye nuk muj me dhënë një shpjegim që juve ju kryjnë punë për momentin, mos me kriju dyshimet që po bëj anime njën e non. Për këtë arsye ju kisha lutë që të shtyhet për mbledhjen e ardhshme, edhe të më jep një kohë në mënyrë që të përgatis edhe mos mundë me gjetë një shpjegim ligjor ashtu siç e rregullojnë dispozitat ligjore të Republikës së Kosovës. Ju falenderoj. Këtë që po thua te unë e kërkova që në fillim, sepse nuk jam interesuar asnjëherë ta ngres dorën as për as kundër ligjit. Dhe jam interesuar që atëherë kur votoj mos më shkel ligjin asnjëherë. Patjetër. Edhe unë kam kërkuar që të shtyhet, seanca tjetër është me 6-in, nuk është larg. Nëse ka shkelje mirë është me pos komisionin, edhe mi gjetë ata që kanë shkel këtë ligjin ose rregulloren e ndarjes së subvencioneve. Urna dhe njëherë, pasi që kërkove fjalën. Dua të rikujtoj të gjithëve. Është një fat i mirë që kemi Ministrinë e Pushtetit Lokal, e cila është një lloj filteri i të gjitha vendimeve të cilat i marrin kuvendet e komunave. Domethënë, aty filtrohen edhe nuk lejohen që të shkojnë vendimet e kundërligjshme. Domethënë, është fat i madh, po të mos ishte ky dikaster, ky sektor në Ministrinë e Pushtetit Lokal, i cili e shikon ligjshmërinë
e çdo vendimi, atëherë shkeljet ligjore të cilat kishin ndodhur nëpër kuvendet e komunave kishin me përfunduar në gjykata. Për këtë arsye është dhe një fat i mirë. Domethënë, përveç interpretimeve, shpjegimeve që jep një zyrë ligjore në çdo komunë, është filteri kryesor që e filtron këtë edhe e pengon që vendimet e kundërligjshme të kalojnë. Kjo është Ministria e Pushtetit Lokal. Dhe pasi që për momentin nuk keni ndonjë rekomandim, po e shoh që edhe ju jeni të pajtimi që kjo pikë të shtyhet për seancën e radhës që është me 6 korrekt. Apo e keq kuptuar? Ani për vetëm ju kësha lutë që jena live në seancë, nëse keni mundësit në jepni një konfirmim sot se si të veprojmë, pastaj ju konsultoni ditëve tjera. Vetëm të presin zyrtarin ligjor. Kryesues, nuk kam çka shtoj. Kjo është më e mira, është që të shtyhet për mbledhjen e ardhshme, në mënyrë që të dalin mirë. Të dalin mirë. Duhet me lexu ligjin me qeverisë lokale, duhet me lexu rregulloret, ozimet, duhet me shikuar përvoja të tjera, edhe me mujt me gjithë më të mirën në asaj që këtu është kriju, e këtij ngërgje që është kriju këtu. Faleminderit. A jeni të pajtimit nëmën të grupeve që të shtyhet? Zotëri Ramusa. Kryesues, e thashtë në fillim, nëmën të grupit parlamentar, jem që kjo pikë e renditës të vazhdoj derisa të jetë e përfunduar tash. Nuk jem për me shty. Edhe në fillim e kemi votu për mos më shty. Kaq. Zotëri Emine. Pas interpretimit që dha zyrtari ligjor, a ki diçka me shtu? Realisht, unë edhe në fillim e thash, kuvendi ka drejt me formu komisione, po çështja e detyrave të anëtarëve ty në komisione mu duk nuk kam, edhe tash mas e elaborimit që e boni zyrtari ligjor, prap nuk kam një mendim qartë. Si shembull, në rast se formohet ky komision dhe bën verifikimin e subvencionëve, atëherë në mbledhjen e radhës unë mund të propozoj një komision tjetër me hetu komisionin para këtij kuvendi, prandaj këtu e kam atë shqetësimin tem. Kështu që unë dhash mendimin tem të kundër, megjithatë pas interpretimit jo që në votem kush e më shtyë dhe kush s'është. Edhe në dhash. Zotëri Beqaj. Faleminderit kryesues. Pajtohem plotësisht që kjo pikë do të shtyhet për mbledhjen e ardhshme. Neni 40, siç e po të mësuam edhe kolegën nga opozita, thotë themelimin e komisionit të kërkuara sipas këtij ligji, por nuk e specifikon se çfarë komisioni ka të drejtë të krijojë kuvendi. Përderisa nuk kemi një opinion të saktë as të zyrtarit ligjor, mendoj se kjo pikë e renditës do të shtyhet për mbledhjen e ardhshme. Faleminderit. Zotëri Goshi. Namën grupit. Me qenë se i kam një foto që të deri vë një pota 4 vetë këtu, dhe kesh ka formoj grupin, po se dhja panika zi që ndodhe mike. Nëmën grupit të lëbës në qysh në fillim kryesues, ti unë edhe shpesh herë kom thonë, je ka e shkel reguloren e këtij kuvendit. Qysh në fillim u dash me lyp një interpretim ligjor dhe për mos me shti si propozim si pikë e renditës së re. Deri sot ju e kanë propozu, edhe ju e keni shti si pikë e renditës, tash të lyp një interpretim ligjor, nuk pe diun e ku është ai. Tash është koha mu diskutu, edhe tash është zyrtari ligjor.
Jo, zyrtari ligjor ti ki 2 zyrtarë ligjor këtu në komunë. Plus e kini një zyje kontraktuese me ta. E diun e zotri Goshi. Po, të lutem, në qysh në fillim u dosh më te kjo pika e ditës për të fundit. Po zotri Goshi, të lutna. Po të jam pyete. A je për me shty apo jo? Po unë du me arsyetu. Moni me vëllai ligjërata, ju lutem. O Kryesus, viç pa. Nëse njani çaq fort ligjin. Kryesus, të lutem, nëse e lodh, unë e kuptoj. Jo, nuk jem lodh. Nëse nuk je në formë të punës. Si jam as në formë nuk jam. Nëse si e formë punës, të vazhdon mbledhja nesër. Mas nesër na vina se nesër Bajrama, se kem këtë loshe. Nëse më dha fjalën pa e morrën, unë du me arsyetu pse nuk jam për me shty. Pse u dosh qysh në fillim, kur e ke pasi një pikë të ditës është për formimin e një komisionit, u dosh me lyp interpretim ligjor, 2 zyrtarë ligjor ke pasur dhe me ja kris punës. E jo tash ti më na çit këtu neve ndaj thizën te pika e të ditës, nuk janë për me shty, janë dhon emrat, qiten pikë e ditës. Besueshmëria kuvendorëve kush don kanë e voton, është e drejtë që çdo njëri. Faleminderit. Zotri Mujota. Faleminderit kryesues, me të vërtetë u formu një kaos. Kryesues e kam një lutje edhe ndaj teje edhe ndaj gjithë asamblejistit, sidomos ti je kryesues dhe kryeson këtë kuvend. Detyra jote është me lujt rolin gjithë përfshirës, jo një ansh. Na dolu me një temë ku për i note këta hodhen votim, ti mos e hodh, ti i detyrun edhe me qinë votim. Ta në gjykuar në vota. Jena orë me një kaos që tash përparsusi ligjor gjithë mbledhjes nuk e kem prezent, kur bëhet një kaos vje prezent, që s'm knoq kja. Për ngjarja që ndodhi, më të drejtën unë keshka në sheket mbledhje edhe me hese, nuk në ka hija asnjë kështu me prun këtë gjendje kuvendin. Përparsusi ligjor kërkoj për përparsusi ligjor, tash nuk e di edhe kompetencën që e ka mrena komunës, po me urdhë i përgatit për mbledhje, se na e kena thirrë një çështje më na sqaru. Ju me lyp ku përparsusi ligjor, se s'pundu na këtë kohën që arriti diskutimi me shty, pa përparsus ligjor na diskutu. Edhe nëse e shtym gjithë bashkë, po edhe nëse votojmë, unë e përshën një farë ndarje që halosën suni kena të kalu disa opozicione që mi posë edhe i notët edhe politike. Kur t'him garë, atëherë kryojnë në politikë. Ta është jem kuvend që kem detyra të una mi që për para. Kështu që kisha lutë për se cilit asamblejes, t'jem unik, emri jam u propozu, s'kesh prezent, pranuva që është emri jam në këtë propozim, në këtë komision. Nëse unë kundër ligjore, prape këthe me apelloja. E këthen me apelloja, po thamë, që son kundër ligjore kjo. Na qështë dujna jopëm, kohje, përparsusi ligjore, nuk për thetë këta, po kje kundër ligjore nuk është. Po shkad edhe që përmujna që të komision. Aja nisëm në si cili që tash lypëm qosin dokumenta zyrtare. Prap kam me t'i lypë që atu sene, nëse dujna me dhonë kontribut me popër që të subvencionim. Përparsus ligjore, lutëm të citue, o e kundërleshme, o ju e kundërleshme, mos lypë hapsirë, me lezu ligjin, se na hina e lezojna ligjin për veçeverisje lokale, pa ty e tani, na në këtë hapsirën për 10 det, na e lezojna vetan, e dina e kem kundërleshme, na përset dojna mi bos gjithi kësaj. A pe shtym, as pe shtym, a pe votujmë, njona pol tash, kërkëm kështu, na këni qitë me një lejthitje në dy anshme. Unë personalisht, kur propozona unë e votoj vetin, ja vot vetit. Me të rikë votën unë po dalë ju gëzimtar pikrësht kjo për i bje po duhe dhe s'po makona që kjo qështu i bje apo den kisha kërkua njerë edhe për partijës demokratike dhe nëse jeni apet unik për hajde që isëm votim edhe për votojmë po apeshtym krejt ju mu do votat se qito arroganca votës po përmenet shpesh një mëdhej. Partia Demokratike i konë në numra, nuk i konë 11.
Unë jam kandidati pavarur, Rexha anëtori i lëvizjes për bashkim. 9 numra janë opozit. Shoh shumë shpesh edhe në postimet e lëvizjes vendendosje, kur dolin me një kritik, dolin Partia Demokratike e sabotoj, edhe 11 numërshin e bajedhone që jam anëtori pavarur. Nuk kam veç Partia Demokratike këtu, po jem edhe 2 kandidat tjerë, që unë jam i pavarur si takoj asnjë subjektit politik, kështu që unë vot në vetë jam. Mos e thërni në rrogoncën e votës në asnjë non. Kur po janë për vot ata nesër po bani zonë, kur po janë kundra, tash do t'ja bëjmë zmetin këtë barabar. Kështu që kisha kërkuar një herë për përmendje shefin e grupit parlamentar, në ta jap verdiktin e fundit edhe me pse e dhan, në qoftë se zyrtari ligjor, mëse për marrë vesh unë 3 zyrtar ligjori ka komuna, në qoftë se zyrtari ligjor na vjen edhe në mbledhje tjera kështu edhe lyp hapësirë, për me mos djahish mbledhje. Deklaron edhe një herë apo shtyma apo qisën vota. Por në? Është letë me thonë i përgatiti pa përgatiti këtu, mirë po është shtirë me aqillu që ato shka përkërkoni. Interpretimi të juristat është gjoja ma e vështirë. Për atë arsye interpretimin e bën vetëm gjykata kushtetuese prej gjykatësve të cilët kanë një përvojë 9 vjeçare. Në atë përvojë nuk mundet me shku në gjykatën kushtetuese edhe me bën interpretimin e kushtetues. Për këtë arsye duhet me lyp ku, se po lyp një diçka që është e lehtëshme, as është e lehtëshme. Tjetër që ka ja thashun e pak se ka elemente të kundërligjshmërisë tu, për arsye se po dëni me ndërhyrë në punën e ekzekutivit, nuk ju lejohet. Nuk i lejohet as ekzekutivit me ndërhyrë në punën e ju. Të dyja jeni pushtete të ndara. Rregullore të cilat ju i aprovoni, i nxjerrni, i ekzekuton ekzekutivi. Tjetër, çdo vendim që mirët, çdo punë e ekzekutivit përfundon në gjykata. E juja nuk përfundon në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Për këtë arsye jam të lyp ku, sepse nuk është e lehtë kjo. Ka zona. Kam qenë në ndëgjimet për ndryshimin e ligjit të qeverisë lokale. Ka shumë zona, ka shumë kërkesa që kjo pikë e cila e bën përgjegjëse Ministrinë e Pushtetit Lokal për me i kontrollu vendimet e kuvendeve të hiqet. Edhe ka mundësi në ndryshimet e ardhshme ka mu hjekja. Atëherë përgjegjësitë e kuvendeve komunale do të jenë shumë atrona. Të kjo pjesë, kur e the atëherë që i vjen kompetencë komunës, e kam lexuar një pjesë, i vjen kryesuesit. Dhe kryesuesi atëherë nuk lejon më me thonë çetë në votim, po thotë s'del në votim hiç. Kur të bëhet çaj propozimi që është i ri për ligjin. Atëherë. Kështu që edhe një herë zotri Ramusa e ta kërkoj me mirë besim mendimin zotri Mujota. Kryesues, faleminderit. Po përsëris. Në fillim na propozum me hisi pikë shtesë edhe u votu. Unë nuk di me farë arsye për kërkoni mu shty tash. Zotri Mujota ta kërkoj. Unë qëndroj pas propozimit në fillim që e kemi votu vetë. Të formohet ky komision nuk është i lehtëshëm nëse s'ka kur gjë abuzive, jem në rregull dhe kur gjë kërkuj. Faleminderit. Atëherë mund duhet ta unë votim kush është për me shty këtë pikë 30 ditës, sepse e kem një propozim nga zotri Emini që në fillim. Po.
Edhe këto jetë e shkërregluar. Për mu shty, për mos mu shty, a bo debatin fillim. Pika rendi ditës a hy. Tash do të me hull propozimin konkretisht timin që ti ku më dhonë 3 emna për formimin e komisionit. Do të ja pat propozimin e parë nëse s'ga bëj. Apo? A. Atëherë kush është për që të themelohet komisioni prej 3 anëtarëve? 11 vota. Baca Hasan pas ka dalë të pjesa e OJQ-ve. Falë se s'thash. Kundër? Nënt vota, abstenim? Një vot. Konstatoj që ky komision themelohet prej 3 anëtarëve, opozitar pa përfshirjen e pozitës. Në këtë përbërje do të jenë zotri Jakupi, nga PDK i pavarur zotri Reshat Mujota dhe nga LB zotri Recep Goshi. Uroj që ta hatojnë rastin edhe gjejnë diçka. Vazhdoj me pikën tjetër, trendi ditës, që është propozim vendim për ndryshimin e vendimit të kuvendit NPI 09 fraksion 76 për plotësimin e KPF-s me anëtar të ri. Për këtë pikë kemi folë gjëre gjatë, kemi pasur opinione, besoj që keni marrë vendimin e Ministrisë së Pushtetit Lokal, kemi folë 3-4 seanca për to. Tash e keni konfirmimin që është e palehtshme kjo, po megjithatë, për mos me kriju kaos, po me vazhdu seancën, unë kisha kërku sinqerisht që kjo pikë e randi ditës shtyhet dhe nëse ka nevojë për këto komitete tulemi bashkarisht dhe ta bëjmë një përbërje të re, sepse unë kam mesazha nga lëvizja vetëvendosje në këtë moment që ka njerëz që janë gatshëm seancën e radhës tërhiqen. Vetëm që mos të bie kuvendin këtë nivel që rosët. A jeni që ta shtym, se po e vrej disponimin e gjithve. Po, mundi me marrë fjallën në emën të grupit. Kryesus në emën të grupit, plotësisht pajtohem me juve që kjo pikë e rendi ditës shtyhet. Të analizoj pak më gjatë, të formojmë komitetet ashtu që përfaqësohemi të gjithë, edhe kryesus ku mendojmë që e ki mirë çdo herë kemi të përkrah. Mos e merr këto që na jem gjithmonë opozitë. Ma dëshmove sot, s'ka më falënderit. U detyru. Doktor ma ke dëshmu, ma ke që thojnë, ma ke jek marakin për ton jetën. Po, zotri Mujota? Faleminderit kryesues, edhe unë pasi që gjinë në temre jem, edhe unë pajtoj më shty kjo. Po e kam një kërkesë në mbledhjen e kaluar, sidomos në 2 mbledhjet. Ju jeni lidhur për emrin tim, ju edhe disa asambleista këtu që Reshati janë i kundërligjshëm. Vendimi me emrin Reshat nuk tu ka kthy kundërligjshëm. Vendimi tu ka kthy për kohët, nësë qarohet kjo që lospe aty në asambleista që e din ata kush kanë thonë. Edhe ti kryesuese ka thonë që Reshati janë i kundërligjshëm. Nuk është mirë me mos citu me emën se unë e kum ditë për këtë veprim që e kthem. Po edhe më apeloja që ka kthy me ankesë këto. Pajtoj më shty kjo, me hop zgjidhje komitetit, edhe besoj që nëse është nevoja
do të me pos parasysh që mujna mi bo komitetet krejt për fillimit. Faleminderit. Nëse është nevoja zotërimu Jota, mos po dalim pa keq para qytetarëve, me themelu komitete, qytetarë ndërrum, sepse tani një pjesë të komiteteve jo të përhershme jo shnal pagesa, dhe këto është qëllimi që të bëhet rëmuja, sepse nga një herë e qesim vetën e parë, dhe vrapojmë pas pagesës e komitetit. Dhe nëse e shohim që është interes ky qytetarëve, atëherë unë thamë është interesi joni personal, këto s'ka të bëjmë me qytetarët. Kështu që, po besoj që jemi në rregull, vendimi nuk është kthy vetëm për shkak të kuotës, nëse e keni lexu, është kthy edhe për shkak të entitetit apo subjektit politik, që në këtë rast i takon lëvizjes vetëvendosje. Po të kishte qenë Reshati në këtë rast, në lëvizjen vetëvendosje, kish pas mundësi mës me u kthy. Jo, doktor, jo, është një problem. Me vetë faktin që deklarohesh i pavarur tani është pak problem të ligji. Kështu e kanë interpretuar ministria. Po megjithatë, unë pajtona me Reshatin, po më vjen mirë që u tregu shumë gentleman, po dhe gjithë tjerë, kush është për që ta shtym këtë pikë trendit ditës që ta bëjmë një zgjidhje jashtë kuvendit e të vim tani në kuvend ta votojmë. Unanimisht, drejtorat s'kan drejt vote. Atëherë vazhdojmë me pikën e 5 që është propozim më fani 6-ën, propozim vendim për plotësimin e vendimit të kuvendit NPI V01 fraksion 32 për ndarjen nga 100 euro për nënat lehona për vitin 2023. Ne në Komitetin për Politikë dhe Financa kemi diskutu shumë gjëre gjatë këtë pikë të randit ditës, kemi kërku që drejtori i shëndetësisë, doktorisë atjet prezent, po fatkeqësisht ai gjendet në pushim dhe nuk ka mujtë sot jetë prezent. Arsyeja pse e kemi pru këtë vendim po elaboroj pak shkurtimisht, për ata që s'kanë qenë komitet, kemi nëna lehuna që nuk e kanë shtetësinë e Kosovës, është rasti me gratë që janë martu nga Shqipëria në Kosovë, dhe nuk ju del pagesa sepse nuk mund të hapin llogari bankare në Kosovë, për shkak që nuk kanë nënshtetësi. Dhe në këtë rast, ne jemi pajtuar komitet që t'i jepet llogaria e prindit dhe edhe ato nëna lehuna që lindin në Kosovë dhe jetojnë në Kosovë t'ju dalin nga 100 euro për vitin 2023. Kjo është ajo arsyeja në pika të shkurta. Besoj që këtu pajtoheni gjithë. Në Komitetin për Politikë dhe Financa kemi votuar unanimisht këtë pikë, pozitë e opozit, po megjithatë zotërimu Jota kërkon fjalën se nuk ka qenë komitet, nështë ka ndonjë koment shtesë. Por në zotërimu Jota. Faleminderit kryesues, Komitetin për Politikë dhe Financa i kom parë rekomandimet, edhe më ka pëlqyer rekomandimi, por na sidomos Komitetin e Shëndetësisë e kena ngrej këtë shqetësim, që e kena mbështet drejtorin këtë formë që do t'ju jepet mundësia dhe atyne edhe pse janë veç me leje qëndrimi pa nënshtetësi, se të paktën e ko është e martuar dhe figuron që dihet edhe burri shembull. Nuk flitet veç për një rast, mund të ketë edhe raste të tjera, por mos t'i bëhet pjesë barr e drejtorisë edhe të shëndetësisë edhe ekzekutivit që në komitet të shëndetësisë kena përkrahur unanimisht. Këto dhe janë për që të bëhet edhe për nënat lehuna që janë veç me leje qëndrimit që janë të martuar nga Shqipëria në Kosovë. Faleminderit. Po nuk është vetëm nga Shqipëria, po ne e merrem si rast, si shembull. Atëherë kush është më fal, zyrtari ligjor kërkon fjalën? Inshallah s'kem votu kundërlehtëshëm komitet. Jo, kam qenë edhe në pjesë e kësaj. Pyetja e parë që më ka bën prej drejtorit ka qenë mundësia, dhe unë ja kumon këtë mundësi për me bërë ndryshim të rregullores. Mirë, po çka po kërkoj këtu është mirë që ta potencioni që edhe ato lehona që kanë lindur fëmijë të vdekur të futen bilëm me një pagesë, sepse ju e dini sidomos ana mjekësore në të flasin këtu, ato kanë kryer një lindje, e kanë kriju një fëmijë.
fati ka desh që mos jetoj. 9 muaj e ka bartën në bark, edhe është mirë që edhe ato të subvencionohen me këtë, mos lihen, mos të anashkalohen. Ju falenderit. Kjo vetëm një propozim. Jemi nuk është që unë jam ndërhy, ose s'po di ç'sh më qujt. Ju falenderit. Ne kemi diskutuar shumë, po që të farë rastin tonë se s'na pas ka rënë ndërmend. Tash kjo është ndihmë për nënat leuna me ndihmu me rrit fëmin. Realisht, s'di sa ka kuptim për atë, se më falni, po kur të humbë fëmija, po të 100 euro s'kan vlerë mo. Zotrira Musa, po e marri mendimin e gjithëve, nuk kam problem. Unë konsultova me grup, po pajtona me propozimin e zyrtarit ligjor, që edhe këtu nëna të futen këtë shumë për 100 euro, duke marrë parasysh në shpiktin shkencor deri në javën 21 konsiderohet, pas javës 21 konsiderohet si lindje, kështu që jam plotësisht dakord që gjitha nënat që s'kam qef me ndodha si nëna se kjo që po e elaborojmë, por të futen këtë ndihmë për 100 euro. Atëherë, përveç asaj që thash më herët, kemi edhe një propozim që uroj tjetë prej propozimeve të ralla apo fare hiç. Kjo pjesë që diskutuam, uroj që gjitha nanat, shtatzonat lindin mirë dhe t'i kenë fëmijë shnosh dhe t'i gëzojnë ato 100 euro që për momentin menoj që në pak, po në tarmen bashkarisht i rrisim edhe shumën e 100 euro në vitin e ardhshëm. Edhe kësaj të vazhdojmë me ndihmu nënat lehuna. Kush është për? Unanimisht, baca Hasan pak. po të kuptoj, po mik, kështu. Unanimisht nga 21 pranishëm në sallë kalon kjo pikë e randit ditës. Urime edhe për ato nona që janë vetëm me leje qëndrim në Kosovë. Vazhdoj me pikën e 7 që është propozim vendim për ndryshimin e destinimit të pronës së palojshme komunale në zonën kadastrale numër P viz 030 20 viz 2, zona kadastrale Shtime. Edhe kjo po vjen për herë të tretë nëse nuk gaboj në këtë sallë kuvendit. E kemi marrë edhe ne si komiteti, më falni, I kemi pas një kërkesë realisht në drejtorinë e urbanizmit që ta sjell një rekomandim të shkruar se a do të votohet kjo pikë e randit ditës apo jo. Po besoj që rekomandimin e keni marrë gjithë, drejtoria e urbanizmit e thot edhe me shkrim, edhe me nënshkrim të drejtorit që duhet të votohet kjo pikë e randit ditës, që të japim hapësirë banorëve atje ku dojnë të japin tokat për ndërtimet larta, edhe kompanisë e cila ka bërë marrëveshje me banorët. Kjo pikë të bëj me rrugën, rruga ka me kalu nga Kollosa në rrugë, që duhet tjetë realisht, edhe besoj që Komitetin për Politikë Venanca dhe në gjitha komitetet tjera jeni dakordu që duhet ta shtim përpara. Paraprakisht, para se me unë votim, nëse dikush ka diçka me shtuar rreth kësaj pike, apo drejtorit mi abon një pyetje, urnani, nëse jo e kisha unë votim. S'kemi të paraqitër, kush... Po, urna zotri Goshi. Faleminderit profesor. Pikërisht kjo një pikën e ditës jemi ka bëjmë një problematik me për mos punën e mirëfill të drejtorave, një neglizhencë të cilën ja ka bëjnë qysh në fillim e diskutohonëm. Ne qysh në mbledhjet paraprake, ku dy mbledhjet kemi kërkuar një lehtësmëri për këtë pikë të rëndit të ditës. Aja nuk na ka sjell lehtësmëria, na ka sjell vetëm një rekomandim. Kur që ky rekomandim është nxjerrë nga ligji, edhe pikë ligje thirrët dhe që kjo klasë e tokës të bjen një pëlqim nga Ministria e Bujqësisë. Edhe na kemi kërkuar
E kemi kërku këtë liqmëri, dokument liqmërisë ministrisë, nuk na ka sjell dhe mendoj se qyshin i ka thoni ju, janë ka na shkojnë ma apelët kundërleshme këto vendimet edhe kjo është e kundërleshme. Po mbi gjitha t'ju hapum në një sinjal në punohet, në të hecë, mos ngërfatën, po merdë mirë si këtë rekomandim e ka bon veç një kopi pas prej ligjit, edhe nuk ka bon diçka tjetër, po mbi gjitha ka morë një përgjësi drejtorit. Drejtor, ki diçka të kjo pjesa kopi pas të që ke bon. Falenderit kryesues, falenderit zotëri Gashi. Unë këtu nuk jam për me zbuluin e nëzet. Keni lyp rekomandim në Komitet për Politikë dhe Financa. Rekomandimin me shkrim e keni lyp në mbledhjen e fundit të komitetit. Kush është në Komitet për Politikë dhe Financa e din që në secilën seancë të komitetit kam qenë prezent edhe kam dhënë rekomandim me gojë në lidhje me këtë pikë traneditës. Në mbledhjen e fundit është përcaktuar që të vjen një rekomandim nga unë me shkrem edhe atë rekomandim e keni. Se cilë keni para vetës, është rekomandim i protokollum, është i bazuar në ligjin për tokat bujqësore, është i bazuar në planin rregullues urban, me të gjitha dhënat konkrete, edhe me copy paste nga ky ligj që e potencove. Te po cek klasifikimin e tokës bujqësore, nuk e të cek ndrimin e destinimit. Klasifikimi është nina në manal se 11 që e kom cekon, edhe në këtë rast është pika 10.3, ku thot nuk ka mundësi ndrohet destinimi të tokat bujqësore dhe pyuer të klasa 4, 9 deri në 4, për jashtimisht me plan zhvillimor komunal mund të përcaktohet si tokë për destinime tjera. Unë e qëto e kom bo. Duke u bazuar në planin zhvillimor komunal, aja zonë është e destinuar për ndërtime të larta. Në faqen e dytë e ki edhe zonimin sipas planit rregullues urban se çka lejohet më ndërtuar në çat pjesë. Jo, s'kam nevojë se ajo është klasifikimi i tokës. Unë e kom plu ndrym të destinimit. Nuk ka të bëjë me klasifikimin e tokës bujqësore. Kjo është ndrimi destinimit e kitë 11 që po mërë që ku e ki edhe në rekomandim që të më nëshme ledzu pas një të loshe. S'kam diçka tjetër, unë falenderit kryesues. Jo, s'ka nevoj me ledzu ligjën. Aje ka pru rekomandimin nëse e një kondër, votani kondër. Tash zyrtari ligjor për lypëm, kur po shkan aj, po lexojmë na. Zonja Velio. Faleminderit kryesues, unë veç dhe ishta më ndërdit pak. E vërtet që këtu po figuron kullos, mirë po zotëria në fjallu kanë asamblesë dhe kur është asfaltua ajo pjesë. Atëherë pse nuk e kanë ndru destinimin ajo rrugë. Qysh e kanë asfaltu kullosën. Madje aty është edhe një parking. Ku janë thirrë atëherë, kur janë bazu atëherë? Që tashti po kërkojnë, pse nuk është pronësimi, pse ajo, pse kjo. Ku keni qenë zotëri kur është asfaltu rruga? Atëherë ju që jeni një gjenerat, dilni bëni muhabet dikon tjetër, une ju kësha lutë për vëmendje. Unë po besoj që neve dhe rekomandimi i drejtorisë, po dhe rekomandimi i Komitetit për Politikë dhe Financa në ndihmon që këtë pikë traneditës ta kalojmë bashkaresht dhe të japim hapësirë shtimës të ndërtohet dhe të zhvillohet. Kush është për? Katërmbëdhjetë janë për, 20 janë të praneshëm. Kush është kundër? Dy kundër. Abstenim?
2, 4 abstenime. Faleminderit shumë, me 14 vota kalon kjo pikë e randit ditës. Uroj që kjo rrugë të shndrohet me kjo pronë të shndrohet me pronë publike, rrugë publike dhe qytetarët dhe kompania që ka bërë marrëveshje me ta të fillojë ndërtimin në atë pjesë. E kemi edhe një pikë të randit të ditës, pika e fundit që ka të bëjë me propozim vendimin e hapjes së rrugës publike në zonën kadastrale në fshatin Karaqic. Edhe këto e kemi diskutuar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe unanimisht jemi pajtu, nëse s'gaboj unanimisht, që t'i japim hapësirë personit në fjalë që ka kërku të ketë qasje në rrugën kryesore në fshatin Karaqic. A kemi të paraqitur po zotri Ademaj? Faleminderit kryesues. Unë mendoj se kjo rrugë publike duhet të hapet. Kjo rrugë ju mundson qytetarëve me pas qasje më të lehtë në pronat e tyre. Karaqica është një vend banim shumë atraktiv për zhvillimin e turizmit malor. Ne si grup e përkrahemi miratimin e vendimit për hapjen e kësaj rruge. Faleminderit. Faleminderit. S'kemi të paraqitur. Kush është për që kjo pikë e randit të ditës kaloj? Dhjetë, 15. Kundër? S'kemi abstenim? Një abstenim nga 16 të pranishëm, kalon edhe kjo pikë e randit ditës me 15 vota për. Dhe kjo ishte pika e fundit e randit ditës. Të nderuar kolega asamblejist, faleminderit për prezencën e juaj. Me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim të kërkoj falje qytetarëve të komunës Shtimers për rastin e ndodhur gjatë seancës. Urime gjithë qytetarëve të komunës së Shtimers festa Kurban Bajramit, shëndet, paqe, begati dhe lumturi në shtëpitë e tyre. Faleminderit shumë për mundin që dhatë sot kolega asamblesë, miru pofshim në seancën e radhës.